një politikane që keni dominuar me argument, me etik, pra le të themi nuk keni bërtitur, nuk është e spektaklit. Si mund ta fitoni garën në këtë mjedis të tillë? Shpytje që m'lind. Shumë interesant do të jetë edhe vërtet do doja të pyesja edhe të rinjt. Cili është politikani që duan të shikojnë? Me zhurmë, pa etik, duke shar, apo të kenë një politikan apo një model, sepse patjetër si unë ka shumë kolegë të tjerë brenda Partisë Socialiste, ku zgjedhin me forcën e argumentit, dhe unë këtë kam tentuar gjatë tyre 8 viteve të mia në politikë. Jo se kam vepruar ndryshe kur kam qenë në shoqëri civile dhe në institucionet pavarura, që ta fitoj betejën që kam pasur përpara në të kauzat apo në atë që i kam konsideruar gjithmonë si çështjet kryesore për cilën unë kam punuar, ti fitoj me punë, me argumenta dhe pa bërë zhurmë apo në politik pa përdorur retorika boshe.